Ka pasur një përplasje mes shoqatës së gjyqtarëve dhe kryeministrit Rama lidhur me një reagim të tyre ku në mënyrë të qartë kanë bërë me dije se kryeministri Rama po bën presion ndaj gjyqësorit. Për folur mbi këtë përplasje kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur Romeo Kara. Zoti Kara, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Si një jurist dhe avokat i vjetër, si e keni parë këtë përplasje mes gjyqësorit, shoqatës së gjyqtarëve dhe kryeministrit Rama? Mendoj që çdo deklaratë e një njeriu me pushtet, se nuk është se po deklaroj unë që nuk kam asnjë pushtet ekzekutiv, pra po deklaron njeriu i cili zotëron pushtetin më të madh ekzekutiv dhe legjislativ, se zotëron dhe shumicën në parlament, në lidhje me një konflikt që ka tani me gjykatën kushtetuese. Çdo deklarim i tij, i cili paragjykon, të thoja, qëndrimin e gjykatës, ose paralajmëron që të mos dali kundër interesave të tij, në kontekstin shqiptar në kupton kërcënim, edhe pse kërcënime të tilla për mua personalisht mund të jenë pa vlerë, por për gjykatën mund të jenë. Kështu që edhe shkelja e etikës në këtë rast bën atë që ne do të mësohemi kur jemi në krye të institucionit, të ngrihemi në nivelin e institucionit dhe ta ndajmë pjesën personale nga pjesa e zotërimit postit. Pra nuk po flet thjesht Edi Rama, po flet kryeministri dhe ka hyrë në një konflikt me sistemin gjyqësor, në këtë rast me gjykatën e posaçme. Përderisa ka vajtur në gjykatën kushtetuese, tregon që e njeh autoritetin e saj, 3 pjesëtarë të saj janë propozuar dhe miratuar nga parlamenti, pra nga mazhoranca e tij, 3 nga presidenti, që është shumë afër tij, dhe 3 nga gjykata e lartë, që prapë është në ndikimin e tij. Dhe të mos kesh besim ti si kryeministër te kjo gjykatë, mendon nesër gjykata që do të votohen direkt nga populli, dhe që unë do doja të gjeja diku këtu, kam një fletush e cila flet se si votohen nga populli direkt gjykatësit suprem në Shtetet e Bashkuara, dhe ne këtë drejt do të japim popullit shumë shpejt, ta kthejmë sovranitetin tek ai, dhe gjykatësit ndihen mbrojtur. Edhe për emërimin e tyre, jetëgjatësinë e tyre në postet e tyre, dhe për pagat e tyre. Edhe përmendja e pagës nuk i takon një kryeministri përgjatë një konflikti të përmendi pagën e tyre. Është e drejtë apo jo? Unë personalisht mendoj që është e tepruar në raport me ne tjerë të kenë ato paga që duan ata të kenë, se nuk është se i kanë të këqija, domethënë momentalisht, por problemi i pagës nuk përmendet tani, dhe kërkesa për shtimin e pagës. Unë mendoj që ata duhet të gjykojnë të qetë, pasi nëpërmjet këtij gjykimi ne do të shohim qeverisja do të vazhdojë të futet në shinat e ligjit, se thot kryeministri që të 12 thelb tani të konfliktit, nuk mund të gjyqësori të vendosë qeverisjen time. Në një farë mënyrë po. Ai që vendos se kush duhet qeverisë është ligji. Ligji nuk mund të jetë mbi kokat tona si popull dhe nën këmbët e qeverisë. Qeveria nuk mund ta qeverisin e pa ligje. Dhe kur ligji thotë që një person nuk mund të jetë më qeverisje, ai nuk do jetë. Sigurisht që ka dhe problemin e precedentit, nesër mund t'i dalin ministra të tjerë, dhe mund të gjendet i bllokuar, por nëse gjendet në këtë pikë bllokimit, atëherë ne mund të shohim dhe për alternativa të tjera qeverisë. Pra, mbi këtë presion, mbi presionin e ligjit duhet të ndihet çdo qeveritar dhe çdo politikan që mendon se mund t'i dali për zot fateve të vendit, dhe jo si deri tani që fatet e vendit i kanë keq përdorur për interesat e tyre.
shqiptarët duhet ta kuptojnë mirë që po keq qeverisen, ndërkohë që ata varfërohen dhe marrin rrugët e botës, pushtetarët tanë pasurohen. Mjafton kjo, mjafton të shohim jetën e gjithë secilit, dhe ne nuk e kemi drejtuar mirë vëmendjen e medias në jetën familjare personale gjithë secilit, për të parë çfarë shpenzojnë, si e shpenzojnë, sa kanë pasur pasurinë dhe si zhvillohet pasuria e tyre, e familjarëve të tyre, e kushërinjve të tyre, e të afërmve të tyre, atëherë do të kuptojmë, ne po qeverisemi apo po grabitemi. Avokat, çfarë të pritshmërish keni nga vendimi i gjykatës kushtetuese lidhur me pezullimin e Ballukut? Me që kryeministri përdori këto dhunë, gjykata i përgjigjet dhëm për dhëm dhe të përkrajë gjykatën e posaçme në këtë rast. Me që ai përdori dhunën dhëm për dhëm dhe me shoqatën, u përmend ju përgjigj direkt qëndrimit të shoqatës, atëherë ata duhet të përkrajë sistemin e drejtësisë. Mendoj që e mira publike është që t'japim mësim, ne duhet të qeverisemi dhe jo të grabitemi. Tani po nuk do të takonte ta bëja në një kontekst tjetër këtë deklaratë, por me që zotëria po tenton të parandalojë me qëndrimet e tij vendimin e gjykatës, atëherë unë po jap një suport gjykatës, po i them njerëzit e ndershëm, po shoh me vëmendje nga ju, opinionin ndërkombëtar po shoh nga ju, do të jeni ju ata që do të merrni parasysh të mirën e publikut dhe të ardhmën e Shqipërisë. Jemi në një moment ku gjëja më primare nuk janë dokrat se do na vinë një linjë avioni apo i tjetër, po është lufta kundër korrupsionit. Do jetoj ky popull i lirë me dinjitet të toka më, apo do marrë rrugët dhe pasaj do të jetë vetëm një shprehje gjeografike Shqipëria, po pa një popull shqiptar në të, aq më tepër të jetë një popull dinjitoz, me shpresë se mund të jetojë në drejtësi edhe me dinjitet, po edhe i qetë edhe me besim plot në rrugën e progresit. Jo, këtu do të ndahet tani shapi nga sheqeri, do të ndahet e vërteta nga e gënjeshtra. Ajo gjykat duhet të vendosi për atë që është e mira më e madhe publike, që do të jetë forcimi pa kompromis i luftës kundër korrupsionit. Edhe ndërtimin e shtetit ligjor dhe barazisë para ligjit, dhe ligji mbi të gjithë dhe jo në këmbë të qeveritarëve. Joni Keta në krye të BKH-s pritet së shpejti të zgjidhet dhe kreu i SPAK-ut. Këto dy ndryshime të rëndësishme në një prej institucioneve më të rëndësishme hetuese në Shqipëri, çfarë do thotë kjo për drejtësinë në të ardhmen dhe për vetë këtë institucion? Nuk e njoh personalisht, me që ka detuar strukturën së fundmi, si zëvendësi dhe detuesi komanduar, mendoj që do të vazhdoj me ritmin e kohëve të fundit dhe besoj që do të ketë rezultate pozitive, nuk e paragjykoj. Sa i përket kreut të SPAK-ut që do zgjidhet së shpejti? Në informacionet e mia do të jetë i personi i cili do të vazhdoj sukseset që pati kjo strukturë për gjatë kohës Dumani. Dumani e mbylli me sukses, e përshëndes, e uroj në suksese të mëtejshme, e kreu me sukses të mision, tani mund të themi me gojën plot, një djalë i shkëlqyer, një djalë besimtar që ka zgjedhur të mbajë qëndrim, nuk e ka mbajtur rastisht, e ka mbajtur me vetdije, dhe i them bravo të qoftë për këtë që arritet deri tani, që e ngritë në mision, në përballjen e dur, e vure strukturën përballjen e dur, shpreh kurajën e dur, qetësinë e dur përballë shumë etiketime dhe sulme politike të të gjitha llojeve, dhe që i ka dhënë këtë ritëm strukturës i cili premton shumë në të ardhmen. Pra nuk është struktura e 3 viteve të para, kjo është një strukturë e cila na ktheu shpresën dhe ka vendosur strukturën përballë politikës deri tani pa mbajtur anësi, përballë korrupsionit pa mbajtur anësi
politike. Mendoj që do të vazhdoj në këtë ritëm, dy janë kandidaturat që prevalojnë, Gjoli dhe e djali tjetër se harrova emrin tani, Bravo. Klodian Braun. Mendoj që njëri ta dy të zgjidhet. Ka shumë mundësi Klodian Braun. A është një epokë e re në shtetin shqiptar, po themi gjithë veprimtaria që ka bërë spaku deri tani, pra a priten diçka më shumë dhe apo shkojmë drejt mbylljes së tranzicionit në Shqipëri? Atëherë, unë e kam njësur si qytetari thjesht para 11-12 vjetësh të përballje, kur tjerët nuk e besonin, dhe unë jam dyfish i lumtur, jo vetëm si shqiptar, por edhe si person i cili atë që e nisi i vetmuar, sot e shet të institucionalizuar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tashmë kemi institucione që duke ecur përpara po formojnë, po forcojnë integritetin e tyre, besimin tek vetja, po rrisin besimin dhe perceptimin e drejt publikut për ta. 98% e shqiptarëve përkrajnë sfakun sot, dhe kjo pa tek arrestimi i Metës, ku 98% e shqiptarëve përkrau arrestimin e tij. Dhe kështu që është aktori më i rëndësishëm, pasi ka ndikim direkt në politikë, ne e kuptojmë të punë. Politika le të përpolitet sa të dojë, nëse zbatimi i drejtë i ligjeve, i djegë saj dhe i dhëmbë saj, nuk është faji i strukturës, por është faji i tyre, që kanë sunduar dhe kanë lënë ligjet në letër, dhe qëllimet dhe interesat e tyre dhe urdhrat dhe dëshirat e tyre kanë kthyer në ligjet vërteta, reale. Pra, kur të bëhen shembull, ai shembull do të vlejë për ata që do të qeverisin nesër. Dhe shqiptarët të mos i shohin si sundimtar të përjetshëm, të plotfuqishëm, përballë të cilëve drejtësia nuk mund të thotë fjalën e saj. Jo, kur ta thotë drejtësia fjalën e saj, shpresojmë të thotë sa më shpejt, të mbuloj të gjitha problematikat dhe të kthehet edhe besimi tek ligji dhe institucionet shtetërore, po të kthehen dhe paratë që na kanë vjedhur me shumicë. Kështu që kemi shumë punë përpara, por ka rëndësi që ky fillim është premtues dhe besoj se do të forcohet më tej. Do të kemi nesër, do të kemi një qeveri që të jetë aleate e drejtësisë dhe kundërshtar e saj. Mendoj që qeverisja e zgrabitjes të popullit me retorikat politike të përshtyra të këtyre 30 viteve, po i vjen fundi, po duhet i vi sa më shpejt. Ne do të drejtohemi drejt një qeverisje që na përfaqëson, që do qeverisi dhe nuk do sundoj, që do mirë administroj dhe jo shpërdoroj dhe tjetërsoj fatet tona, po dhe fondet publike në llogaritë të tyre personale dhe familjare. Kjo gjë do të marrë fund sa më shpejt. Ne e dimë që po vjedhemi dhe nuk presim më të mashtrohet, të gëlltisim mashtrim në radhës, por i kemi drejtuar gjithë vëmendjen tek organet e drejtësisë. Nëse nuk ka drejtësi, nuk do të ketë sovranitet, pra do të kemi drejtësi në gjitha fushat e jetës, dhe nuk do të kemi as qetësi. Ne nuk mund të pushojmë se tregohen më të zellshëm dhe kanë mundësi edhe nga pushteti që kanë, nga parat që kanë, dhe nga mjetet që zotrojnë, kanë mundësi pushtetarë ta ngrenë zërin më shumë se ne. Momentin që zëri do të jetë më i fuqishëm se zëri i korbave që na coptojnë ne, atë moment themi që de facto kemi fituar betejën me ta. Nuk është betejë e lehtë, por jo e pamundur. Drejtësia është atributi vetë Zotit. Dhe kush në rrugë Zotit do ta gjejë gjithmonë atë. Mjafton ne të jemi këmbgulës, mos themi mbrapa. Kështu që shoh me optimizëm. Ka një ndryshim madh kur e kam nisur i vetëm me sot. Dhe po jep produktet, siç kam thënë, një nga një të tërë, të gjithë po shkojnë atë vër, po i shohim atje, dhe pse akoma nuk e ndjen turpin, se po të kishin turp, zot kishin vjedhur, megjithatë, nëse nuk ndjen turpin, do ndjen peshën e ligjit për të qenë i sigurt. Avokat, ka pasur një
nisje proteste nga Adriatik Lapa, i cili është stacionuar përpara kryeministrisë, duke theksuar që nuk do lëviz derisa të rrëzohet Rama. Si e gjykoni këtë protestë dhe a besoni që do ketë diçka, po themi, të rëndësishme në këtë protestë sa të rrëzojë Edi Ramën? Nuk merrem fare me komente drejt gallatës të radhës Adriatik Lapës. Të marri tezën atje, të marri edhe Shabani, siç e mori, dhe që i vonoi shqiptarët dhe 4 vjet. Ju thash bashkoheshin, të mos bënin teatro politike, të mos kërkonin interesa personale. Kjo rruga kalon nga aktivizmi politik, pastaj kthehesh prapë në aktivizëm, to janë metoda që ne kemi njohur që vitin 90. Na i sugjeronin europianët si mund të bëhesh një lider, të hysh në politikë e tjerë, si puna këtij Adriana Kalas e tjerë, që dolin të gjithë tani që në tash kanë posë. Unë interesohem nëse populli do të çohet. Po nuk u çua populli, nuk ka zgjidhje. Nëse populli shqiptar do ta kuptojë që duhet solidarizohet, po jo me Adriatikun, me të drejtën si nocion, as me Romeon, me të drejtën si nocion, as me Gurin që kam këtu përballë, me të drejtën si nocion, për të mirën e tij, për të mirën publike. Po dhe kur ajo e drejt i leverdis vetëm një njeriu, për shembull dikujt që mund të jetë një qytetar i thjeshtë, po që është në problematika të rënda, një pa punë, pas tre. Po kështu tani dil ti merr karikën atje se do shkosh te karika, ke zyra lart e këto. Nuk besoj se mua nuk më prekin domethënë. Po të ishin qytetar tjetër, do thoja po, ja blen të përkrahet, por duke qenë që i kemi parë në këto gallatat e tyre me Qorrin e me Shabanin me këto. Mendoj që ne duhet të jemi shumë serioz kur marrim përsipër misione të tilla, ja vëm vetes. Të jemi serioz edhe të jemi besueshëm. Avokat, faleminderit shumë për... Duhet të shohim drejt alternativave të reja. Dhe për mua alternativa më e mirë është solidarizimi rreth të drejtës, në çdo rast, kudo ku ndodh ajo, dhe duke ditur që e drejta mbi forcë fiton, ky popull duhet të thotë fjalën e tij. Kontrata sociale është prishur, i gjithë establishmenti politik është në pozita antiligjore, pra kemi hajdut e sotëm që kërkojnë të zëvendësohen nga hajdut e djeshëm, pra kërkojnë vetëm rotacion, asgjë tjetër. Kemi disa individ akoma pafuqishëm, si këta që përmendëm, që duket se për momentin janë pafuqishëm për ndikuar politik, dhe atëherë them, jo është e drejtë, po është detyrë e këtij populli të çohet. Të çohet, të përballet, është e sigurt që zgjedhja do të jetë shumë e shpejtë. Nëse nuk e kupton këtë, nuk kemi sindikata, nuk kemi organizime të tjera, po ky popull duhet të çohet. Të krijohet ai kohezioni i drejtësisë. Nuk ka asnjë zgjidhje tjetër, as mirëqenie, as për punësime, as për pensione, as për shëndetësi, as për arsim, as për minimumin jetik. Asnjë zgjidhje nuk vjen nëse nuk kemi drejtësi. Jo më kot i kam mshuar këtij fakti, kësaj çështje, vetëm drejtësi. Zgjidhjet gjitha do bijnë nga drejtësia. Pastaj kur vendosim dhe ligjet drejta, edhe ti zbatojmë ato, po ne miqës kemi ligjet drejta, po edhe këto që kemi nuk i zbatojmë. Pra kemi të gjithë fushën politike dhe administrative të vendosur në territorin dhe fushën e padrejtësisë. Ne kemi detyrë sot, këtij popull që të mbijetojë, të mos shpërbëhet fare, se bolla shpërbër, të ngrihet për drejtësi, as për karrikën dhe menderën time dhe as kujt tjetër. Të ngrihet për drejtësi dhe të votojë ky popull. Të votojë ky popull, që kur nuk ka votuar si popull, kur s'ka pas referendum dhe kur s'ka pas votime të lira të ndershme, siç e kërkon Neni 1 dhe 2 i Kushtetutës shqiptare. Pra ne duhet të shprehemi ne. Tani duhet ta ketë fjalën Sobrani, i cili s'ka pasur kurrë. Deri tani kemi pasur një pseudo-demokraci dhe një karikaturë të demokracive të Europës paktën. Kështu që duhet ta shohim gjendjen siç është, vërtetën në sy, e themi, po nuk u çuam, nuk ka rezultat. Nuk janë shërbëtor as Shtetet e Bashkuara, as Komuniteti Evropian,
këtë vit na pastroj pislloqet tona dhe na zgjidh punët ne. Ne do të bëjmë detyrat tona, ato të tyre. Ky popull duhet çohet. Një popull që kur nuk ka protestuar kundër korrupsionit është një popull problematik. Të çohet nga gjumi, t'i lëri llafet, komentet, e pëlqen se pëlqen Romeo apo tjetër, po të çohet. Të çohet për vete, jo për mua. Jo në kot kam shprehur që nuk kam një dëshirë oreks për poste, se kam ditur lumë të rështojmë. Por nuk e kam parë të ndershme, të virtytshme, që ndërkohë që servir një drejtësi për gjithë, të servir edhe postin tim. Nuk jemi në një jetë normale politike, si në Amerikë dhe në Europë, që njeriu vendos një tull edhe është një kontribut i madh. Ktu duhet përmbysur i gjithë establishmenti. Dhe kjo nuk kërkon tani peshkun det i gani zjarr, pa përmbysur këtë establishment, pa u bashkuar, pa krijuar një kohezion, pa mësuar popullin të mos ketë frikë, shprehje me kurajo, qëndrimin e tij, kërkoj drejtat e tij, direkte ta përkthejmë në poste dhe favore, siç po shohim të tjerë që po ka përcejnë tani nga këshilltar bashkie në avokat të popullit e tjerë, ndërkohë që dje bashkë binim dakord që avokatin e popullit ta zgjedhë populli dhe jo parti politike. Dhe tani po lypin votat, me votat e marra peng nga PD-ja, po lypin dhe miratimi nga PS-ja. Ky është gënjim për këto figura që dolin tani, na vonuan edhe 4 vjet, megjithatë duhet të trajtohemi aktori kryesor që është aktori i popullit. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju.